يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet ja çojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatin të nderuam. Kjo xhumaja e dytë që do të flasim ende për respektin ndaj prindërve. Në xhumën e kaluar I përmendëm disa ajete që flasin rreth respektit të prindërve dhe si Allahu na ka bërë obligim që të sillemi mirë me prindërit tanë. Ndërsa sot e vazhdojna këtë temë me disa hadithe të pejgamberit alayhis salam që flasin këtë çështje. Prej atyne hadithi që transmeton, që vjen prej Abdullah ibn Mas'udit, gjendet në koleksionin e Muslimit, ta pejgamberi alayhis salam: "Afdalul a'mali aw al-'amali as-salatu li waqtiha wa birrul walidain." Kur u pyet pejgamberi alayhis salam: "O I dërguar I Zotit, cila prej veprave të njeriut është më e mira? Cila vepër është prej veprave më të mira?" Pejgamberi alayhis salam u përgjigj dhe tha: "Namazin kohën e vet dhe sjellja e mirë me prindërit." Namazin kohën e vet dhe sjellja e mirë me prindërit është prej veprave më të mira. Çka tregon ky hadith? Tregon se sa e ka peshu Allahu Azza wa Jall respektin ndaj prindërve. Ndërsa hadithin tjetër që vjen prej Abdullah ibn Amrit radhiyallahu anhu, thot se ka thon pejgamberi alayhis salam: "Rida Rabbi fi rida al-walid." O ju njerëz, dini se kënaqësia e Allahut është kur ti I kënaq prindërit e tu. Kënaqet Allahu kur ti I kënaq prindërit e tu. Wa saqatu Rabbi fi saqati al-walid. Ta dini se Allahu hidhrohet kur ti ta hidhrosh prindin tan. Hidhrimi I Allahut është me hidhrimin e prindit tan që ti ja ban. Apo e vrejni, nëse don që Allahun ti me kënaq, atë duhesh me kënaq babajin dhe nënën tënde. Nëse don ti Allahun me hidhru, atëherë ti veç e hidhron baban dhe nënën tënde, dije se Allahun e madhreshëm e ke hidhru. Dhe këtë hadith e transmeton Tirmidhi ibn Hibani dhe Sheikhul Albani të hadithi është I vërtet. Pra, mos sjellja e mirë me prindërit, a e vëreni sa rrezikshme? Allahu hidhrohet me ty. Edhe I mjafton një robit, nëse Allahu është hidhru me ta. I mjafton ati mu për e keqe. I mjafton për gjuna, vetëm nëse është prej tyne që Allahu është hidhru. Pra Allahu hidhrohet me ty kur ti prindin tanë e hidhron. Dhe një herit është prej rrugëve që njeriu e çon në zjarmin e xhehenamit, ai njeri I cili nuk sillet mirë me prindërit e tij. Pejgamberi alayhis salam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, tha pejgamberi alayhis salam: "Atë ju kallëzoj unë juve o ju shokët e mi se për gjunohet e më të mëdha cilat janë, atë ju tregoj." Ata I thanë: "Po I dërguar I Zotit, haj tregona cilat janë gjunohet prej gjunoheve më të mëdha." Pejgamberi alayhis salam I përmendi këto dhe tha: "E para thasht el-ishraku billah." E para gjunohi, kulmi I gjunoheve është me I bon shok Zotit, me I bon shok Allahut, me mendu që edhe dikush është si Allahu, me mendu që edhe dikujt I takon ndonjë e drejtë që është veç Allahut, I takon edhe ndaj kujt tjetër dhe shirku me llojet e tij. Tha, e para thasht me I bon shok Allahut, kjo është më e madhe. E tjetra
Tjetra tha është wa uququl walidaini, edhe mos më usill mirë me prindërit, edhe mos më usill mirë me prindërit, edhe kjo mos mi respektu prindërit është prej gjunoheve më të mëdha. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte i shtirim një tru, i mbështetur, e pastaj u drejtu pejgamberi alayhis salam dhe tha ala wa qawlu zuri, e treta tha është fjala gënjeshtra dhe shpifja dhe gënjeshtra, kjo tha është e treta. Kur ishte i shtrim dhe u drejtu dhe anisi po e përsërit gënjeshtra derisa shokët e tij thanë sikur të ishte nal pejgamberi, se ju dhim ke pejgamberi sa shumë e përsëriti këto pejgamberi alayhis salam. Pra e vërejt që prej gjunoheve më të mëdha ka edhe ajo që me i bo pa drejtësi prindërve, mos sjell mirë me prindërit. Gjithashtu hadithin tjetër që vjen prej Ibn Umerit radhiyallahu anhuma, tha pejgamberi sa thalathatun la yanzuru Allahu azza wa jall ilehim yawm al-qiyamah. Tha pejgamberi po ju tregoj për 3 lloj njerëzish që Allahu s'ka me i shiqu në ditën e gjykimit. 3 lloj njerëzish Allahu nuk i shikon. Dhe kur thuhet në hadithe se Allahu nuk i shikon, i bën që Allahu nuk i kap me mëshirën e tij, nuk i shikon me mëshirën dhe rahmetin e tij. E që Allahu mëshirën e tij e ka të madhe, megjithatë ai nuk i kap me mëshirën e tij. E kush janë ata? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i pari që Allahu nuk e shikon ditën e gjykimit me mëshirën e tij, tha është al-aqu li walidayhi, ai që është sillur keq me prindërit e tij, ai që nuk i ka respektu prindërit e tij. Dhe kjo në cilën do formë dhe mënyrë që shkon tek që vjen, që përfundon tek mos respektimi i prindit hen këtë hadith. Edhe nëse për në send vogël nuk e ngon prindin tan, e që prindi ato që po të thret me bo, është halal dhe e lejuar. Edhe në këto, nëse se ngan ke hin këto që Allahu mos me të shikun ditë gjykimit. Edhe zbërthyesit e haditheve kanë thonë, ju veç kaq, po hen edhe ai njeri që veç ban një vepër të keqe, që për shkak të veprës të keqe ti njerëzit i ashojnë nanën e tij dhe babën e tij. Veç pse është bën shkak që ky pastaj më fy nana dhe baba e tij me veprën e tij, atëherë edhe ky njeri në ditën e gjykimit Allahu s'ka me shiqu. Edhe kanë thonë dietarët në zbërtimin e hadithit, edhe ai që është i martuar dhe i jep përparësi bashkëshortës e tij, me respekt për bashkëshortën, por i jep përparësi bashkëshortës dhe fëmijëve të vet para babës dhe nanës, edhe ky është prej tyre që i ka hi në hak prindërve të tij. Kanë thonë dietarët, edhe nëse je duke ngronë me një enë ose me një sofër je duke ngronë, veç nëse diçka që shumë po i pëlqen prindit tan, ti ja merr çato me ngronë, edhe këtu i bën që ti i ke hi në hak prindit tan dhe je prej atyre që Allahu s'ka me të shiku në ditën e gjykimit. Ndërsa vazhdon hadithi tha, i dyti që Allah s'ka me shiku është wal mar'atul mutarajjilah, edhe gruaja si me thonë e bursuar. Një grua e cila tha pejgamberi, e cila grua është e ka pamjen e burrit. Edhe përpiqet me ndjek burrin, edhe përpiqet mu duk si burr kur del ajo në qytet ose në fshat ose kur në rrugë kur del, ajo përpiqet mu duk si burr. Edhe që si ka, më thon drejtën, unë njoh më edhe në qytetin ton, kemi kësi që përpiqen mu duk si burr, ajo në fakt është gru. Edhe që këtë grua, edhe këtë lloj grave, tha pejgamberi se Allahu s'ka me shiku në ditën e gjykimit me rahmetin e tij. Dhe i treti tha është ud-dayuthu, edhe ai i cili është i kënaqur me gjunohet, pajtohet me gjunohet që ka bëhen rrethën e tij dhe në familjen e tij, dhe bili si janë hiç pse në familjen e tij bëhen gjunohet të mëdha të qarta, aty si janë hiç. Edhe këtë njeri tha pejgamberi alayhis salam, nuk ka më shiku Allahu me mëshirën e tij. Vazhdon hadithi, wa thalathatun la yadkhuluna al-janna. Tha tash po ju tregoj në fillim tha 3 lloj njerëzish që Allah s'ka me i shiku me mëshirën e tij, ke pra mos respektimi i prindërve. Ndërsa vazhdoi pjesa tjetër e hadithit, tha edhe 3 lloj njerëzit s'hin xhenet ata. E cilët janë ata? Ja nisi me të parin pejgamberi tha, në njëjtë hadith, vetëm se e përsëriti të dytën herë, tha al-aqu li walidayhi. I pari që s'ka me hin xhenet, tha është ai që i ban padrejsi dhe nuk sillet mirë me prindërit e tij. E cili është i dyti? I dyti tha është wal mudminu ala al-khamri, ai i cili pin alkool vazhdimisht.
Kur nuk e lëshon prej dorës së tij shishen e alkoolit. Atëherë edhe thon Allahu nuk ka me shtin në xhennet. Wal mannanu bima a'ta. Edhe i treti ta pejgamberit që Allah s'ka me shtin në xhennet, është ai i cili kur ju ban mirë njerëzve, kur e ban një sadak, një lëmosh, i gjendet një njeri që ka nevojë, ai mos i ta kryen sadakën, nuk shkoqet duke ja përmend atina se atë kujtohet se çka të kom bë, atë kujtohet ç'është kam dhënë, atë kujtohet që unë tu kam gjind, edhe ja nis mja përmend sadakon e tij. Këta tre lloj njerëzish nuk hin në xhenet, i përmeni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa mos respektimin e prindit e përmeni 2 herë. Kan thonë dietarët për më na tregu neve se sa e madhe është me mos me respektu prindin. E para ke Allahu nuk shikon ditën e gjykimit. E dyta pjesën e dytë hadithit është se Allahu në xhenet s'ka më shtin të këtë hadith e ka transmetuar Imam Nesaiu dhe Sheikhul Albani ka thënë hadithin është hasanun sahih. Ndërsa për më na tregu neve se sa e madhe është respektimi i prindërve. Tha pejgamberi alajhi në hadithin tjetër që vjen për Ebu Dardait, një shoku i pejgamberit. Ai tha, e kam dëgju pejgamberin alayhis salam duke thonë: "Al walidu awsatu abwab al janna. Fa hafidh ala walidayka aw itruk." Tha pejgamberin këtë hadith interesant. Tha se me i respektu mirë prindërit, respekti ndaj prindërve është dera e mesit prej dyrëve të xhenetit. Xheneti ka 8 dyrë të mëdha që nipet. Domethënë dera e mesit, ajo më e mira, më e vlefshme është respektimi i prindërve. Tha ti ndash ta respektoj, ndash mos i respektoj, në atë kuptimin që ndash ruje çat derë, edhe ruj bani sebepet për me hin qatë derë, ndash mos i ban kjo çështja jote tash. A më tha pejgamberi alayhis salam, dera e mesit e xhenetit është për ata njerëz që i sillen mirë ose që sillen mirë me prindërit e tyre. Dhe këtë hadith e ka transmetuar Ibn Majah dhe Sheikhul Albani. Këtë hadith është i vërtet. Po e vi edhe një hadithi të mauquf deri tek Ibn Abbasi, tek një shok i pejgamberit alayhis salam. Edhe pse hadithin zinxhir ka daif, ka dobësi, e ka prun Imam Bukhariu në Adab al-Mufrad, por ka dobësi, po përbi si shoqërim, po e bi këto si shoqërim të argumenteve që i përmenda më herët. Tha Ibn Abbasi: "Ma min muslimin lahu abawani fayusbihu wa huwa muhsin ilayhima illa fataha Allahu lahu babayn min al-janna." Interesant në këtë transmetim, tha Ibn Abbasi, nuk ndodh një musliman me i pas 2 prindërit gjallë, edhe kur t'i qelë sabahi, ai vetëm se ka qenë gjithë natën, që ka posë natën, prej kur ka hinë nata deri në sabah, ai është konë të usil mirë me prindërit e ti. Qoftë nëse ka posë nevojë mja shtru venin, qoftë nëse ka posë nevojë mja lau kom para se me flajt, nëse ka posë nevojë mja ndaj venin, me përgdhel pak, e me ngjesh nëse ka nevojë këtë ato. Tha Ibn Abbasi, nëse quhen sabah dhe gjithë nata e ti është kone mirë me 2 prindërit e tij, a diti cili është përfundimi tha? Ajo tha për qatë njeri, Ibn Abbas tha për qatë njeri ju kënë hapur 2 dyrë të xhenetit. Ju kënë hapur 2 prej dyrëve të xhenetit qatë njeri. Ndërsa tha Ibn Abbasi, nëse ndonjoni kur qelë sabahi, edhe deri në akşam prindërit e tij veç bela dhe telashe kënë po prej atij njerit. Veç kënë hek prindërit e tij për ti, veç mërzi dhe trishtime dhe pikëllime, ai fëmijë i ka sjellur prindërve të tij. Tha Ibn Abbasi, atëherë dini se çati njeri ju kanë hapur 2 dyrë prej dyrëve të xhehenamit. 2 prej dyrëve të xhehenamit të kanë hapur, nëse dita e jote ka kalu, edhe ti tu i sjell pikëllime dhe mërzi prindërit tan. Elusmi Allahun azza wa jall të na fal, të na mëshiron. Elusmi Allahun azza wa jall prindërit ton, Allahumma jannat atje të shpërblen neve me ata atje të na bashkon. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.